Ne gjithë e dim që pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, duke jashtë përfaqur vlerat e natës së Kadrit, nënës së besimtarve, Aishës radhiyallahu anha, ndër tjerash, ajo me njëherë reagoi dhe pyeti për atë që i intereson një besimtarit sinqert. Nga se sahabët e nderuar, vëllezër dhe motra, çdo herë kanë qenë të vëmendshëm në përfitimin e asaj që është më e mira, prej këshillave të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, prej veprimeve konkrete. Pra ata kanë dashur me pak punë me përfitu shumë shpërblime. Kështu veprojnë të zgjuarit, vizionarët, kërkuesit e faljes së Allahut, kërkuesit e shpërblimit të Allahut. Prandaj i tha Aisha radhiyallahu anha, ja Rasulullah, nëse unë arri këtë natë, si ta lusë Allahun, me çfarë lutje ti drejtohem, si të përfitoj më shumëti, tha pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, thuaj Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Që do të thotë, o Allah, ti e falës e do faljen, më fal mua. Po e vreni, kjo është një fjali shumë e shkurtë. Përbëhet nga 3 komponente brenda kësaj fjalie. O Zot, ti e falës, kjo është e para. E do faljen është e dyta. Më fal mua është e treta. Pra tekstualisht është një mesazh shumë i shkurtë, por përmbajtësisht ajo e përfshin gjithë fenë e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj pejgamberit të Allahut i është dhënë cilësia dhe veçoria e jawami'ul kelim, e të thënurit me pak fjalë, shumë kuptime. Dhe kjo dua nuk është përmendur rastësisht nga ana e pejgamberit të Allahut për arritjen e vlerës edhe të mirësisë së natës së Kadrit. Kjo është me shpallje të Allahut subhanahu wa taala, sepse do të përcillet deri tek ne. Ne do ta praktikojmë atë, sepse çdo gjurmë e trashëguar nga ana e pejgamberit të Allahut, nga fjalët e tij, nga veprat e tij, nga vendimet e tij, e madje edhe nga heshtjet e tij, është pasuri dhe është mesazh që duhet trashëguar për aq sa të jetojmë. Tha Allahumma innaka afuun. O Allah, ti je falës. Një prej emrave të Allahut është el-afu. Ai që fal, por jo vetëm që fal, por kur fal edhe e shlyn mëkatin. El-Ghafur është falës, por nuk është shlyes. El-Afu është falës dhe shlyes i mëkatit. Pra Allahu nga bujaria e madhe, ekskluzive, e manifeston ndaj robërve të tij në natën e Kadrit, bën që përpos që u pranon kërkesën e faljes së mëkateve, edhe u asgjëson mëkatet. U shlyen krejtësisht mëkatet. Nuk lejon as dhe një gjurmë të vetme. Paramendojeni, po flasim për mëkate shumë të mëdha këtu. Mund të ketë aty, ruana Zot, shirk, mund të ketë kufër, mund të ketë imoralitet, mund të ketë hajni, mund të ketë manipulim, mund të ketë gënjeshtër, mashtrim, mund të ketë magji. Po nëse Allah ta fal, sidomos në natën e Kadrit, ta shlyn krejtësisht. Sepse janë shumë të ata që i kanë shkel ligjit të Allahut, janë pendu, fatmirësisht janë pendu, e kanë lënë të kaluën e errët, edhe investojnë në të ardhmen e ndritur tyre. E Allahu fal sinqeritetit tyre në kërkim falje, jo vetëm që u fal, por dhe u shlyen atë mëkat. Nuk don Allahu ky rob që e ka fal Allahu pe bujarisë tij të madhe, nesër ditë gjykimit me u turpru, kur i zbulohen veprat e robërve, veprat e mira dhe veprat e këqija. Do të mahniten disa besimtar pas një turpi të vazhdueshëm që do ta ndjejnë në mahsher, në vend tubimin para se me dhon llogari, ku e presin llogari dhënien, edhe nalin dhe analizojnë veten. Na e kemi parasysh pak a shumë kur kemi ndonjë preokupim të rëndësishëm, kemi ndonjë test vozitje apo test shkollor, kemi ndonjë angazhim që ka të bëjë me anën profesionale, edhe duhet përgatitje maksimale, edhe nalemi edhe i menojmë gjanat, a thua bona mirë, ku gabova, çka bona, e analizon në detaje, edhe i din gabimet, edhe thua, a thua kome dalë me sukses, a thua kome rapi provimit. Kjo është asgjë në raport me ato që kemi me përjetu në ditë gjykimit. Se e dim që ma këthim prapa s'ka në dynja, e dim që jemi vetëm ne edhe Allahu, e dim që po na pret llogaridhënia,
edhe gjatë ati 50.000 vjetë që Allah e përmend në mahsher që kemi me prit, që për disa ka me kalu shumë shpejt, e për disa ka me kalu shumë rand, edhe shumë nga dal, na kemi me analizu vetë vetën, kemi më këty në retrospektiv, kemi me thonë, në dynjo, e kom bo këtë keqe, e kom bo atë keqe, e kom bo këtë gjyna, e kom bo atë gjyna, krej ka me të kujtu, ose shumë për e tyre. Edhe paramendoj çfarë turpi kemi me pas na, para se me dalë para Allahut, për këto veprimet liga që i kemi ba. Edhe bukuria më e madhe qëndron në atë se kur dalin para Allahut, për shkak se i ke kërku falje të sinqert, edhe Allahu ta ka fal, sidomos nëse ja ke qellu natës kadrit, Allahu jo që ta ka fal, jo se s'ka me ta përmend, por dhe kur ka me t'i dhonë regjistrat e veprave tua, kur e shet ta ka shly krejt Allahu subhanahu wa taala. Kime thonë, ku janë ato gjinoa, ato rrena, ato mashtrime, ato immoralitete, pse s'mi ka shkujt Allahu? Unë të provat që kam e i pa. Allahu ti ka shly. Jo vetëm që ti ka fal, ti ka shly. Prandaj i është qas pejgamberi Allahut, Allahu xheleshanu bi bazën e këtij emri dhe kësaj cilësie, el afu. Falje që shlyen çdo mëkat. Mas pari ta shlyen Allahu prej zemrës. Mas pari shlyerja ndodh në zemër, dhe kjo është më e rëndësishmja. Nëse shlyhet mëkati në zemër, me faljen e Allahut ka me të shlyhet në ditë gjykimit. Ne e dim që pejgamberi Allahut na ka tregu, ka thonë, sa herë që robi e bën një mëkat, një gjuna, ati i bëhet një pikë e zezë në zemër. Nuk i tet fi qalbihi nuktatun sauda. Ka thonë, i shënohet më njerë apo i vendoset një pikë e zezë në zemër. Derisa ai nëse vazhdon me bën mëkate, nuk e pastron me pendim sinqert, me kërkim falje, i nxihet zemra metafizikisht, i nxihet zemra krejtësisht, edhe i ngurcohet. Por thot, në qoftë se ai e pastron zemrën e tij me istighfar, me kërkim falje, suqila qalbuhu, thot i pastrohet krejtësisht zemra e tij. Për shembull, nëse e marrim një gotë, edhe nëse hudhim apo vendosim helm të, e mbushim me helm komplet. Edhe pastaj ja derdhim ujin e vazhdueshëm, të rrjedhshëm. Edhe pse është helmi më i rëndë në botë, uji i vazhdueshëm i rrjedhshëm e pastron krejtësisht atë gotë, edhe pse ka mujt me pas helm. Kështu është me kërkim faljen. Por nëse na vazhdimisht kërkojmë falje, çfarëdo helmi që kemi instaluar në shpirt, në zemër, për gjunave tona, Allahu e pastron. Për shkak të rrjedhjes së kërkim faljes së vazhdueshme dhe të sinqertë. Pastaj komponenta e dytë e këtij hadithi dhe kësaj lutje madhështore është tuhibbul afwa. O Allah, ti e falës e do faljen. Shiko se si është qas pejgamberi Allahut, Zotit Madhërisëm. Prej një prej cilësive të Allahut, dashuria. Allah është i dashur. Pra pejgamberi Allahut i ka thonë Allahut, o Allah, ti e do faljen e robit tënd. Andaj më fal mua. Ti e do faljen, edhe pse Allahu është ndëshkues i rrep, edhe pse Allahu është edhe hakmars, por i është qas prej asaj që është më e dashura tek Allahu subhanahu wa taala, dashuria. Ka thonë ti e do faljen o Allah. E unë jam rob gjunaqar, andaj më fal mua se ti e do faljen. Dhe kjo është komponenta e tretë dhe kërkesa. Pas lavdërimit të Allahut, pas glorifikimit të Allahut ka pasu kërkesa, sepse kjo është edukat kuranor dhe pejgamberike kur i lutemi Allahut. Cila është kërkesa? Më fal mua. O Allah, unë s'kam kërkesë tjetër. Pse më fal mua? Pse s'ta më jep iman të fortë? Pse s'ta udhëzon? Pse s'ta mëshiron? Pse s'ta begaton, pasuron, po tham më fal mua? Sepse kjo është esenca. Nëse Allahu të fal, edhe ka me të mëshiru, edhe ka me të furnizu, edhe ka me të begapu, edhe ka me të pasuru, edhe ka me të ngrit, edhe ka me të përndrit, edhe ka me të adhon xhenetin, edhe ka me ta mundsu takimin me të subhanahu wa taala. Pra, kjo është esenca e faljes. Andaj besimtarët e Allahut, vëllezër dhe motra, lutuni sa më shumë që të keni mundësi. Ne do t'i zgjasim pak sejdët edhe do të keni mundësi mu lutë edhe me lutje tjera. Por në veçanti përqendroni në këtë lutje sepse kjo është më e mira, më e begata, edhe ajo që sjell më shumë ti përfitimi inshallah taala. Allahu ju shpërblet. Kur thoni na fal neve, përfshinin shumë sa ty kret, me prind, me familje dhe me kret musliman. Pra me çat njët lutni Allahu na fal neve sepse kjo është pra kërkesë shumicë Allahu e don këto më shumë ti.